Kam kënduar këngën Bugatti 2 muaj e ca dhe finalmente do ma këndoj live. Benita, do më thënë... Wow, ajo hypja Benitës në shkallë me erdhën prapanicat e saj në ftyrë nga ekrani. Doja ta vishja në një klip Benitën, kështu për she's bad bitch. Hey, super full salla. E di si më duke si një amfiteatër me një shfaqje shumë VK që gjithë përtojnë me ikme e pa. Minimum i shtoni nga stafi publiko njerëz. Në zënë ishin 100 karrike, 20 të zënë, 80 bosh. Dhe i kam bërë njerëzit një karrike, dikush, 2 bosh, një tjetër, dikush tjetër, 3 bosh, you know? Po s'kemi kohë për publik, s'kemi kohë se do të kërë në i drama për finale. Isha në telefon me një mikun tim që po shikon da i live dhe përzoj, o vlla, më duket mua, hish një sarën, se të finë? Hishe një sarën. Ky Big Brother mua më duket shumë i vagët, vlla. Finalja vjeçme, njerëzit që u lërisnin vdisnin për Drilonin, and make sense, sepse ishte një finalist që ti e dije që do fitonte ai, kurse këtë vit ti nuk e di, vlla. Mund të fitojë Eliona, me gjithë zemër ja uroj, mund të fitojë Londrimin, mund të fitojë Klodi, mund të fitojë Gerta, mund të fitojë Ludo. Kurse vjet kishe Driloni, ishte Sara, ishe Gjeneta, ishe Vullneti, kupton të gjithë ishin pretendent, gjithë kishin bo. Në di do filloni, vëtani, që bëri Sara që shkën finale? Ishen finale dhe më bëri ty të flasësh për atë. Por, po thoja, vjetë në duke me sukseshëm edicionin. Këtë vit në duke shua, vla, si me zorë, hajde, për prajme. Do me thonë, na vunë të shojmë ndeshje. Po kështë hapë super sportin në vlatë digital, shopë super ndeshje, super sport. Për të parë ndeshjen e Gerta Sako, so kuptoti për finalin e Big Brother Kosovës. 30 gigabajt fala, super durat. Ej, prit, ta marri celular, ta downloadoj aplikacionin, të marrë dhe telekomandën e që ka kondicioneri, ta downloadoj dhe nga të 30 megabajt, gigabajt. Super çmim, është më shumë se 100.000 euro që të marri fituesi. Po, kujtoj këtu që Bugatti në fakt e bëri të famshëm Londrimi. Londrimi Olta, po të kisha aq aftësi ta bënte Bugattin e famshëm, kisha bërë atë këngën e vet super të famshme që akoma është tek 1 milion klikime. Një këngë e ka 3.2 milion, kënga tjetër, kënga ti më e re, ku di unë është 300 ajo verës, ku di unë që më këtë bakat 320k. Dhe Londrimi pas ka bërë, e kuptoj ka bërë të famshme tu e këndua tu e tall, zjuarësia është, a mund ta bënte këngën e vet? Unë s'di si është kënga e Londrimit. Unë e di përmendësh këngën e Benitës dhe jo të Londrimit. Pra, është si unë të futën Big Brother e them a i Valdrini ka roba dhe yllë, shpirto, edhe mos flas fare për gjërat e mia. Se kime bo me dashni, nëse kime bo me përkushtim, ka mu bo. Që video e bukur, është një realizim pa do me thënja, arrita ëndra ime ishte të futeshëm Big Brother, jo të bëhem këngëtar i famshëm, jo të më njoj i tërë showbizi, jo të bëhem i arritshëm. Të hyjë në Big Brother, like such a dream. Sysh që prej ditës parë që jo mi, ko mendos me kom vetvetja, edhe me shfaq çdo emocion, edhe asë një herë mendoj që publiku e ka pa shpirtin tem vërtet, do e pas parasysh që prej ditës parë që jo mi, ko mendos me kom vetvetja, edhe me shfaq çdo emocion, edhe asë një herë nuk është që për Ishe më tepër vetvetja se ç'duhet, se Londrim për pusnë thë, jo, unë kam pëlqim për femra. Dhe kur të treguan që video jote me Klodin ka shkuar deri në Brazil, ishte shumë, oh, we are friends.